Zhdukni qimet e fytyrës për gjithmonë me qumësht ose kos, ja receta. Kjo recetë e mahniqme thuhet se është përdorur nga gratë e lindjes së mesme për heqjen permanente të qimeve të fytyrës. E më e mira e kësaj është se është krejtësisht natyrale dhe mund të përgatitet në shtëpi. Ju duhet 1 lugë gjelle shafran, 2 lugë gjelle pluhur qiqrash, sasi të vogël qumshti apo kosi. Përgatitja e këtij produkti është shumë e thjeshtë. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzjeni të gjithë përbërësit dhe t'i lini ashtu për një kohë. Produktin e fituar duhet të aplikoni në vendet ku ju dëshironi të hiqni qimet përgjithmonë dhe duhet ta lini ashtu për 20 minuta derisa ajo të thahet. Pas 20 minutave e pastroni me shkëpim pambuku apo furçë, të cilat paraprakisht duhet t'i futni në ujë të nxehtë. Efektet e mahniqme do t'i vëreni brenda një kohe shumë të shkurtër.